Banka e Shqipërisë me objektiv rritjen e rezervave valutore ka zhvilluar 3 ankande për blerjen e valutës në bankat e nivelit të dytë gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2025. Sipas njoftimit të publikuar në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë, në 3 ankandet e zhvilluara gjatë periudhës janar-mars 2025 janë blerë 33,20 milion euro me një mesatare prej 11,7 milion euro në muaj, kundrejt mesatares prej 14,20 milion euro gjatë vitit 2024. Shuma e blerë ka qenë pak më e lartë me shumën e blerë në 3 ankandet në të njëjtën kohë, një vit më parë, prej 32,60 milion euro, duke treguar se pjesëmarrja relativisht më e ulët e bankave lidhet me faktor sezonal. Banka e Shqipërisë synon që gjatë këtij viti të blejë nga bankat tregtare 270 deri në 350 milion euro, rreth 20 milion euro më shumë se në vitin 2024. Sipas kalendarit të ndërhyrjeve, numri më i madh i ankandeve është planifikuar në 3 mujorin e dytë dhe të tretë, atëherë kur flukset e euros janë më të larta, si rezultati të ardhurave nga turistët. Hovi që ka shënuar turizmi me fluksin e vizitorëve të huaj, rritjen e investimeve të huaj dhe eksporteve, ka sjell prani të madhe të euros në treg, çka ka sjell zhvlerësimin e monedhës europiane në raport me lekun. 1 euro ka vijuar të këmbehet me më pak se 1.000 lekë, ndërsa vetëm në 30 janar do të kishte një barazim të 2 monedhave. Përheqjet e euros nga Banka e Shqipërisë rrisin ofertën e lekut në treg.